Në rubrikën Dritë mbi dilemën, sot do sjellim një temë që shqetëson shumë njerëzit, veçanërisht për arsye estetike. Transplantimi i flokëve dhe përdorimi i flokëve të huaja. A lejohet në Islam të bëhet transplant? Çfarë thonë dietarët për përdorimin e flokëve nga të tjerët dhe si e trajton legjislacioni islam këtë çështje? Në këtë kronik do të mundohem të sjell mendimet e qëndrueshme të Hoxh Nusret Fazliu për të ndihmuar këtë dilemë që gjithnjë më shumë prek realitetin tonë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim. Dispozita e transplantimit të flokëve nga vetë koka e njeriut, kjo sipas shkollës juridike hanefite është e lejuar. Duke u bazuar fillimisht në fjalën Allahu xhalla xjalaluhu, bismillahirrahmanirrahim, Zoti i cili tha në Kur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Na e kemi krijuar njeriu në formën më të bukur. Formën më të bukur Allahu xhalla xjalaluhu krijoi njeriu dhe e përsosi atë. Allahu me përsosmërinë në formën e tij nga aspekti i jashtëm, përderisa ka qalim ndonjëherë që t'i bien atij flokët, kjo e tangon disi njeriu nga aspekti i jashtëm fizik dhe tangon njeriu nga aspekti i brendshëm shpirtëror. Kjo argumenton nga hadithi që shënon Imam Buhariu dhe Muslimun sahihun e tij, hadithi i saktë nga Ebi Hurajrat radhiyallahu ta'ala anhu, se pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tha, inna thalathata fi bani Israil, kështu ka rrëfy pejgamberi Allahu xhalla xhelalu për 3 persona nga çifutët hebrej të Banu Israil, të cilët njëri prej tyre ishte al-abras wal aqra wal a'ma. Dikush njëri prej tyre ishte me smundjen e lëkurës, e tjetri ishte tullac të cilët i kishin ra flokët dhe e tangonte një gjë e tillë, dhe tjetri ishte me smundjen e shive apo me të pamurin, ishte i verbër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon rrëfimin të cilën Allahu xhalla xhelalu e dërgon tek ata 3 njerëz me laqe, një melek, duke i sprovu me kërkesat e tyre, dhe njëri prej tyre, përkatësisht për cilën po flasim, ai i cili ishte tullac dhe nuk kishte flok në kokën e tyre, kërkesa e tij ishte që Allahu t'ia rikthen bukurinë e tij dhe t'ia rikthen flokët në kokën e tij. Ky argument shërben fukahave islam se është e lejuar një gjë e tillë për shkak se në sheriatin islam po të ishte e ndaluar, pejgamberi Allahu xhalla xhelalu do ta ndalonte në këtë rrëfim një gjë të tillë përpara sahabëve, për shkak se dhënia e fetvave, dhënia e mendimit në rast kur është rast nevoje për besimtarët për rrethin ku jeton, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka pas mundësi, nuk do të ishte e mundur që ai të vënonte fetvan dhe të vënonte shpjegimin e asaj çështje. Përderisa e ka hesht pejgamberi Allahut për ndalimin e këtij personi në kërkesën e tij që Allahu t'ia rikthen flokët e tij, aprovimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam neve në argumenton se një çështje e tij është e lejuar. Për këtë shkak transplantimi nga vetë trupi i njeriut, nga vetë koka e njeriut, është një çështje e lejuar, edhe pse është në aspektin estetik, edhe pse është në aspektin e bukurisë. Ktu ka për qëllim, kemi të bëjmë edhe çështje të cilat janë në mënyrë indirekte zbukurim i organeve të njeriut, edhe pse janë të domosdoshme, nuk është me lirinë dhe nuk është me përcaktimin e vetë njeriut, kur kemi të bëjmë me organe të cilet kanë defekte njerëzore në lindjen e tyre, siç janë ngjitja e gishtave për shembull, apo ngjitja e gjuhës në gojën e njeriut, apo deformimi i hundës, të cilët i pengon njeriut në frimarrjen e tij. Në këtë aspekt, në vetë ndërhyrjen kirurgjike për
drejtimin apo shërimin apo mjekimin në këta organe, edhe në të njëjtën kohë bëhet, në të njëjtën kohë realizohet edhe mjekimi i këtyre organeve dhe sjelljet në gjendje normale të njeriut, dhe të njëjtën kohë arrihet pa dashje edhe zbukurimi estetik i trupit të njeriut. Për këtë shkak, në këta çështje të cilët janë me dëshirë apo pa dëshirën e njeriut, janë defekte njerëzore, lejohet në islam të bëhet ndërhyrje kirurgjikale, derisa janë defekte njerëzore apo për çështje estetike, siç janë deri në atë mas të rikthen atë të cilën e ka kriju Allah e jo për te saj. Kjo nën kupton se njeriu, përderisa Allah është natyrë e tij që ta krijon me flok, dhe nëse mungon një pjesë e flokut në kokën e tij, ai në rikthimin me transplatimin nga vetë koka e tij, do të thotë se ai rikthen në natyrshmërinë e tij, jo që ka bërë diç jashta ligjeve dhe jashta krijimtarisë Allahu xhallal xhelalu. E nëse njeriu mund i jep liri vetës, pastaj jashta krijimtarisë Allahut, të cilën Zoti e ka kriju, e ai ndërhin në aspektin kirurgjikal, atëherë më vetë se kjo është ndaluar nga Allahu xhallal xhelalu apo përmes shariatit islam. Për këtë shkak, pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam ne na porosit që ti mbajmë flokët mirë, qofshin burra dhe gra, tha pejgamberi Allahut, men kana lahu sha'run falyukrimhu. Ai i cili ka flok, le ti mirëmbaj ata, ashtu siç transmetohet nga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ti mirëmbaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mirëmbajt flokët e tij, i ka krehur ata, i ka ndarë në mes flokët e tij derisa ka arritur ilal minkebej, derisa kanë arritur deri tek shpatullat e tij. Kështu që njeriu duhet përkujdesur për trupin e tij, për kokën e tij në këtë rast, për kritazi, mirë po të mos del jashta asaj të cilën e ka krijuar Allahu në normalitetin dhe natyrën e tij, të mos bëhen zbukurime estetike jashta asaj që Allahu e ka krijuar në formën e tij të bukur. Kur bëhet fjalë për transplatimin e flokëve në veçanti apo organeve në përgjithësi nga të tjerët, tu dietarët islam këtë çështje në veçanti për flokët, kur po flasim në shkollën juridike hanefite, sikur Hashi ibn al-Abidin, është ndaluar në çështje e tillë, nga se pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam e mallkoi atë e cila ndërhin në flokët e saj nga njeriu, do të thotë një burr apo një grua dëshiron të merr diç nga flokët e dikujt tjetër për ta zbukuruar vetveten përmes transplatimit kirurgjikal nga të tjerët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, la'ana Allahu al-wasilata wal mustawsilata. Allahu xhalla xhelalu e ka mallkuar një njeri, një grua në përgjithësi e cila vepron, punon, merret me zbukurimin, me transplatimin, me vendosjen e flokëve nga një njeriu dhe zbukurimin e një grue me qimet e huaja, me flokët e huaja, dhe është e mallkuar në të njëjtën kohë edhe ajo grua e cila kërkon diçka nga ajo grua tjetër që ta zbukuron me flokët qimet e huaja. Këtu ka për qëllim me flokët e njerëzve. Është ndaluar në shkollën juridike hanefite zbukurimi apo transplatimi në mënyrë kirurgjikale që të merren flokët e huaja, si për burra apo po ashtu edhe për gra, të bëhet transplatimi nga flokët e huaja. Gjithashtu në pjesën brenda zbukurimit të gruas në përgjithësi, apo në veçanti tek gjinia femrore, përdoret edhe parukeria. Parukeria në shkollën juridike hanefite është diçka e lejuar
e lejuar me pëlqimin e bashortit të saj, duke pas parasysh që ata të jenë qime jo njerëzore, jo të njerëzve, por të jenë qime të kafshëve, apo si që mund të jenë qime të mëndafshit, mund të jenë qime të improvizuara, mirë po duke marrë lejen e bashortit nëse është e martuar, por ndryshe ajo nuk është zbukurim, ajo në përgjithësi do t'ishte vetë një mashtrim se janë flokët e saj, realisht nuk do t'ishin të tilla, por me lejen e bashortit e saj do të lejoheshte parukeria të vendoset në kokën e një femre për zbukurimin apo disa pjesë të qimeve të parukerisë, duke i lidhur ata me flok për zbukurim, por me një kusht që ata të mos jenë flok natyrale, nga njerëzit e tjerë, lejohet të jenë nga kafshët, nga mandafshi apo të improvizuara. Këtu duhet patur kujdes që njeriu t'i menaxhon mirë kur të vjen koha, momenti i pastrimit me gusull nga papastërtia xhunubllëku, për arsye se është prej kushteve që trupi të jetë i pastër, i gjithë trupi, shpërlarja apo larja e gojës së hundës dhe i gjithë trupi, dhe të menjanohen në pastërtinë e trupit, që të mos mbetet diç nga koka e lagur, duke qenë si pjesë që e parandalon ujin të deporton në lëkurën e kokës së femrës dhe kështu me radhë, por ndryshe kjo lejohet përderisa nuk është nga flokët e grave të tjera të cilët janë të gjalla. Dhe si përfundim, kjo ishte një çështje që kërkon qartësi, kujdes dhe drejtim të saktë nga dietarët për të mos rënë në kundërshtim me parimet fetare.